Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Të nderuar vëllezër besimtarë, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë në gjëratën e radhës në kuadër të serisë 40 haditheve të Imam Nevavit rahimahullahu ta'ala. Është ky hadithi i 9 që ne kemi filluar dhe kjo është pjesa e fundit këtij hadithi për shkak të rëndësisë që ka vëllezër kemi kushtuar një ligjërat, po dhe për shkak të kohës së shkurtë të këtyre ligjëratave 25 minuta, po duhet mi nda hadithet në disa ligjëratës të trajtime, njërë që në mujtë me përfshi ose me përësirë disa përësire që janë të rëndësishme. Hadithi është ose transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, njëri prej transmetuesve të mëdhenj të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, thotë që kam dëgjuar profetin alayhi salatu wassalam duke thonë ata që ju ndaloj ose ata që ju urdhëroj me kry nësot keni mundësi, ata që ju ndaloj largohen prej saj në mënyrë të prerë të rrëpt. Fa innama ahlaka alladhina kanu qablakum, se vërtet i ka shkatruar popujt e mëhershëm. Pra ja shkatruar ata që kanë qenë para jush, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sepse ata cilët kanë qenë para jush ja shkatruar për shkak të pyetjeve të shumta që kanë bërë profetëve dhe kundërshtimi i tyre ndaj profetëve. Pra, të dy faktorët shkaktarët që ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fund janë të ndalidhur me meselën. Pyetjet e shpeshta pra kemi thonë janë për qëllim pyetje, jo pyetje për me kuptu dinin ose fenë, pyetje sqaruese, sepse ato pyetje janë të lavdëruara, madje janë të urdhëruara. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah ka thonë në Kur'an, pyetni të diturit për gjëra që nuk e dini. Pra besimtari ka obligim me pyet për çështje të fejes ata cilët dinë për gjëra që i intereson. Dhe kjo është obligative. Dhe do të me qenë kujdesshëm që mos me vepru diçka pa qenë i sigurt. Por qëllimi në këtë hadith janë ato pyetje të cilat i bojnë njerëz në mënyrë ose provokuese, ose përçmuese, ose përgënjeshtruese, ose sfiduese. Këto janë për qëllim. Kanë bë pyetje duke u mundu me i sfidu profetët, ose duke bë hajgare në formë hajgare dhe tallje me ta. Për shembull, tregimi i Bani Israilëve që Allah azza wa jall populli i Bani Israilëve është i njohur për polemike dhe për debate, për pyetje e kështu me radhë. Kur i thotë Allah azza wa jall prene një lup në rastin dhe me mishin e një pjesë të mishë në saj lope, prekeni atë vdekur, pastaj do të rinjallë dhe nëse kush e ka bërë. Ata fillon me bë pyetje, ishte thjesht kërkesa, një lup. E cila është, e çfarë është, e çfarë ngjyre ka, e kështu me radhë. E këto pyetje do shëndezër, ose pyetje sfiduese që i ke përmend disa prej tyre që i kanë bërë zakonisht profetëve. Nëse je profet, le të na dërgon Allahu këto, le të na bën këto e kështu me radhë. Këto do të thotë janë për qëllim këtë hadith dhe pyetje të tilla ka fatkeqësisht edhe në ditët e sotit.
Pra ka njerëz cilët kanë dëshirë me pyet jo për në mësu diçka, jo për që kanë nevojë, por ose dojnë me ngjall debat, ose dojnë me nxjerr ose me dhejë që shtojnë të nga popullin në i fitnë që është peshat. Bën në i pyetje që është një farlaj fitnë krijon në xhamatën popull e kështu me radhë. E din disa pyetje që janë të përhapura dhe ju bëhen hoxhallarëve her pas here, madje edhe ndoshta në vende publike, jo për arsye me ditë dispozite, por ose duke mundu me ngushtu hoxhën, ose duke mundu me paraqit islamin si fe të prapambetur, si fe që s'na përshtatet neve popullit tonë shqiptar e kështu me radhë. Ka kësi pyta shëllëzër edhe sot, madje ka pyte të tilla që bëhen edhe për xhamatit kanë njerë. Ta sfidoj hoxhën, të këshyra për den hoxha e kështu me radhë. E këto do shëllëzër pyetje të ndaluara, të rrezikshme dhe pastaj çojnë të rezultate që ka paranuar profeti alayhi salatu wassalam, ai është shkatërimi. Dhe dietarët më thonë të shkatërimi në këtë hadith, pra mundet me qenë shkatërim, po të mëhershëm janë shkatëru, por janë dënu me shkatërim pas refuzimit dhe kundërshtimit që ka bërë profetëve, por kanë thonë ka edhe për qëllim edhe shkatërim të individit në aspektin fetar. Kush ka kësi njeti të keq dhe bën kësi lloj provokimesh të këqija me njetë të keq, ky rrezikon vetën dhe zemrën e tij. Pra, hadithi po paralajmëron se kjo mënyrë e të vepruarit e çon në shkatrim atë person. Dhe kemi përmend në disa shembuj në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. Dhe pjesa e dytë që ndërlidhet me këtë të pyetjet e shpeshta, wahtilafuhum ala anbiyaihim, dhe kundërshtimi i pejgamberëve. Edhe kanë pyet, edhe kanë kërkuar sqarim, edhe kanë çka po thotë Zoti edhe prap nuk e kanë vepruar. Edhe disa që i bojnë disa pyetje të tilla, ai se bën pyetjen zakonisht, që ata njerëz që paludojnë ta që bojnë pyetje me njetë jo të mirë. Pra nuk i bojnë pyetjet që pastaj ai me praktiku çish ka thonë Zoti ose të bëjë pejgamberi se mirë, po kur t'ia tregosh pastaj përgjigjen nuk e merr. Pra wahtilafuhum ala anbiyaihim, dhe pastaj refuzojnë përgjigjen, gjykimin, kundërshtojnë pejgamberët e Allahut. E kjo po thotë për Jezusin është shkaktar që Allahu azza wa jalla i ka shkatëruar popujt e mëhershëm. Por këtë hadith e ka thonë profeti në një kontekst interesant që tregon se mundet me qenë shkak edhe për neve. Sepse këtë pjesë e tha pejgamberi pas një pyetje që ja bonin një besimtar disa herë lidhe me haxhin. Kur i tha pejgamberi krynë haxhin o ju njerëz, njëri tha ja Rasulullah, a çdo vit me kry, sa herë vjen haxhi do të më shku apo vetë një herë në jetë? Heshti pejgamberi sallallahu. Tha ja Rasulullah, a çdo vit me kry, a vetëm një herë në jetë? Heshti pejgamberi sallallahu. Ai prapë boni këtë pyetje. E pastaj tha profeti sallallahu, ata që i kanë shkatëruar para jush, po pyetje të shpeshta, pa nevojshme, cilat e kanë shkatëruar pra edhe me dënim, po shkatrim ose edhe rëndësim mundet me qenë, mu bo shkak që njerëzve mu arëndu fe. Andaj kjo hadith është vëllezër, aludon që besimtarët edhe ne duhet të jemi të kujdesshëm ummeti i pejgamberit tonë Muhammed alayhi salatu wassalam, të jemi të kujdesshëm në veprim duke mos kundërshtu
fjalët dhe urdhrat e pejgamberit alayhis salam, sepse kundërshtimi i pejgamberit salam që është për neve është shpallja e fundit dhe ka përmbyll shpalljen, është që në besimtarin ka disa pasoja të mëdha. Dhe kjo është pika kryesore në këtë legjerat. Ka tregu se popujt e mëhershëm ja shkatërru për qita. Andaj po thot bëni kujdes o njerëz. Ka disa raste, disa shembuj edhe në hadith, po edhe disa ajete të Kur'anit që Allah tërheq vërejtjen që të jemi të kujdesshëm në raport me fjalët, urdhrat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në një prej betejave prej pasojave të refuzimit të udhëzimit të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të gjykimit të tij, prej pasojave është humbje dhe largimi dhe humbja e individit i cili nuk pajton me ato që Allah azza wa jalla dhe pejgamberi i tij e ka caktuar dhe ka gjykuar. Pas betejës së Hunenit, ishte Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, i cili kishte në disa ka thuhet që ka qenë argjend që kishin marrë si plaç të luftës. Dhe pejgamberi selam po shpërndon njerëzve. Po jep atine, po shpërndon plaçkën e luftës. Dhe po vjen një person dhe po i thot i'dil ya Muhammed i'dil fa innaka lam ta'dil. Madje në disa transmetime e kapi për selam për krahi nga mbrapa dhe ngri e tërhoqi me vrashtësi shumë të madhe. Dhe po i thot o Muhammed, doj drejt, sepse si e të do drejt, subhanallah. Tha vaj hak, tha mirë për ty, nëse unë nuk po dojsha drejt, atër kush ka me vepru drejt? Dhe pastaj tha, khibte o khësirt, tha, je i shkatruar dhe i humbur. Je i shkatruar dhe i humbur. Nëse mendon që gjykimi i profetit nuk është i drejtë dhe nuk është i saktë dhe s'pëlqen dhe refuzon, atëherë i ta khibte o khasirte, je i humbur dhe i shkatruar. Dhe ta shumë dhe kjo është vërtet rrezikshme që besimtarit ose njeriu, por besimtarit është në veçanti mos me i pëlqy gjykimi që e ka bërë profeti alayhi salatu wassalam. Ne nuk e kemi tash fizikisht mesin ton pejgamberin sallallahu, por e kemi sunetin e tij. Dhe nëse gjykon një çështje me sunetin e pejgamberit sallallahu me fjalët e tij, dikujt ai duket si pa drejt, që për i bëhet e pa drejt, kjo është rrezikshme. A kemi rast të tilla, kemi shumë zërë. Kemi rast të tilla. Kur u atregon zgjidhjen e një çështje, një mosmarrëveshje që ndodh mes njerëzve, se çysh ka thonë Kur'ani dhe çysh ka thonë pejgamberi i tij dërguar alayhi salam, kur si pëlqen, thotë, unë me gjemë po du. E ka thonë për e sallam, khibte o khasirte. Je i shkatruar dhe humbur ati personi që i tha, i'dil, moje drejtësi, sepse ti s'ko mojë drejtësi. Nëse unë s'mojë drejtësi, kush ka me mojë drejtësi? Nëse unë s'e dojë drejtë Allahzën, aqë i kujdesshëm ka qenë pejgamberi alayhi sallam për hakun e njerëzve. Sa që njëherë në një rast në shtëpinë e tij, sikur se shumë herë besimtarët i kanë dërguar në xhami, i kanë dërguar të
të mirat e tyre për me shpërndoze qotin e sadakën e dhe u ka dhonë pejgamberi sa atyre që kanë meritu. Mirë po njëherë kanë ngel një pjesë e hurmave pa i shpërndonë. Kanë ngel halon në shtëpi. Dhe nipi ti e murë një hurme dhe po dënë në hongër. Dhe vrapoj për e selam janë zërë prej gojë. Një hurme në. Pse? Sepse tha na ehlul bejt. Familja për e selam e kem të ndaluar me hongër sadakën. Sadakën ne kem të ndaluar me hongër. Që ka që kujdes që ka qenë. Disa herë përshkruat që kur ka pas me shpërndohet diçka mall të muslimanëve, emanetin e muslimanëve kur e ka pas në shtëpi, thotë tërë natën s'ka mujt mëre hatu, apo më qelë sa bëhem ja që njerëz me emanetin ven. Kurse sëtë me pas njerëz me mendu që dallimi ose gjykimi për vetë nuk është në rregull, kjo është rrezikshme për vëllezër. Subhanallah. Ka orë në disa transmetime, pasaj ka thonë edhe një fjallë interesante për këtë personin që për thotë moje drejtësim. Pro, kë ka të shumë po qyrë më po ma musliman se Muhammed a.s. Dhe ma i me që pëse dërguri Allahot. Dhe po i thotë Omeri, që ka tha? Ja Rasul Allah. E dhe një Omeri që shka regu kësi raste. Ja Rasul Allah. Atja je këti munafikur. Sepse ai që refuzon pejgamberin selam, ai s'mundet me qenë besimtar. I tha le, sepse ky dhe e soi i ti, ky dhe një sikur ky. Lexojnë Kur'an. Edhe bojnë namaz, sot që ka njerë duket vetja në krahasim me ibadetin e tij që ti je larg prej tyre. Por Kur'ani tyre s'depërton ma tepër se so shqiptojnë që ato shkëpas s'depërton zemrat e tyre. Lexojnë Kur'an, e duket në pomjet jashtme që janë mashallah, por mrena janë të prishur. Sepse kanë ide të gabuara. Alamet djetarë që pëlqenë. Djetarë të merë në mejtë të mejtë. Thëtë ja, kësë po din, ose kë tëtës, s'po këzëm me thonë hakun, masha Allah. E ti po këzëm me thonë hakun. Ose aji që ka të qu të njetën e ti në libra, nuk bedeka që ishme në gjyku, e po vjen një djali i risët, e kanë dëgju një ligjerat, ose ka ledzu një hadith, dhe deli bën në replika djetore. I replikon djetore. Dhe marin guximin edhe me sëqaru Kur'an me interpretu hadithe, e kjo është këta janë njerëz të rrezikshëm që ka paramu Profeti alayhi salatu wassalam. Dytë do shëllëzër prej pasojve që mund të godasin personat që refuzojnë kundërshtojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, është ata që shkaarë në Kur'an, ata mund sërbohen. Ata do zërë فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Le të kemë kujdes, pjohën të qarë, ata që kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, an tusibahum fitne, që mundet mi godin ndonjë sprovë. E kjo sot është ka thonë dietarët, ka thonë kuptime të ndryshme. Mundet me qenë sprovë, Allah në rujtë në fakë. E ka sprovë më tronë. Le të kenë kujdes ata që po e kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, an tusibahum fitne, që ata me i godit fitne. Fitne është e përgjithshme, sprovë, nifak, kufër, bidat.
Dikush se dan të jo, mare. E di jo në që shka bëj. Allah po të ke kujdes e dëruar, sepse mundet që Allah pastaj me të dënu si rezultati kundërshtimit të urdhit pejgamberit alayhi sallam me fitnë. Ta spravon zemrën, Allahu na ruaj. Spravon zemrën. Mendje madhësi, bidat, kufër, nifak, ose dhe sprova tjera të dunjallohut. Dhe poshtë prej pasot është edhe mundet me qenë edhe dënim i dhemshëm. Në të njëjtin ajet që Allah azza wa jalla thotë: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." Le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhën e pejgamberit alayhi sallam, që mund t'i godet ndonjë sprovë ose do t'i godet dënim i dhëmshëm. Dënim i dhëmshëm. Kur njeri me ka mundësi që s'mundet me i kry të gjitha urdhrat, por e pranon, të Allah na falët, Allah përmisot, Allah na forcot. Allah me refuzu, duke po udhëzimi si diçka të prapambetur, e diçka që nuk është të neve, e na jena në shekullin e 21, e na jena kështu, e neves nuk na përshtatet udhëzimi ti, veshja ti, dukja ti, fjallët e ti, e kjo është të rezervë bashkëzë. Po të jasëram, atër bëni kujdes sepse mundet e Allah zë një sprovu, dhe mjë të dënu me sprova të ndëshme, por dhe mundet mjë të dënu me një sprove me dënim të ndëshme. Por të shërëzën prej pasojave të rrezikshme të refuzimit të kryerjes së urdhave të pejgamberit është edhe largimi, mallkimi që e godet atë person i cili refuzon me qunë nga mendja madhësia urdhët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Transmetohet se një person ishte duke ngrënë në praninë të profetit alayhi salatu wassalam, të hongër diçka, por me dorë të majtë. I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha: "Kul bi yaminik", tha ha me dorën e djathtë. Pra është prej sunetit, është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me hongër dhe me pi me dorën e djathtë. Tha ha me dorën e djathtë. Njëherë njërit prej shokëve të tij, sahabëve të ri, fëmijë, tha ja gulam, kur filloi me hongër burg, herë mërke qëtu, herë mërke që atje, atë kanë qenë tepsia, kanë hongër me një vend. Edhe herë para tina, ku i ka pëlqye, ma shumë që ato e kanë zi. I tha e gulam, Selmillah, ta bom bismillah, kur dësh me hongër të shkë. O kull bjerimit, dhe ha me dorën e djathtë. O kull mimma ilik, dhe ha që ato para veti. Nuk ditë ka kojshi, a para veti. Subhana, por ja përmeni këtë edukatën e të ushqyrit me dorën djathtë. E kë tha la estatir, tha s'moj thane me dorën e djathtë, subhana. E i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, l'istata'ta, kur mos mëjsh. فما رفعها إلى فيه أبدا. سبحان الله. Thua se pastaj kur ai mod dorën e djathtë s'ka mujt me ngritë te goja e tij. Ju ka paralizuar. Sepse do të
refuzimi I atij nuk ka qenë që s'ka mujtë. Po ka thonë ka mendje madhësia. S'mojoni me dorën e djallë. S'mojoni e kështu m'ja bo. S'duhuni e kështu m'ja bo. E kjo është e rrezikshme. Bashkëpunëtor ka thënë më herët, besimtari s'mundet ndoshta të gjitha kërkesat të tyra me kry. S'mundet. Ka njerëz s'mundet realisht, ka njerëz s'mundet për shkak të dobësisë së imanit të tij. Ama me refuzu nga mendjemadhësia, me përbuz, me nënçmu, me përçmu, çka është ky lesh, çka ne bëu kështu, çka është kjo, pse kjo? Kjo është e rrezikshme. S'mundesh me praktiku një detyrë, një kërkesë, një sunet. Thuaj Allah më mësohet me ky, sepse është mirë me ky detyrat e Profetit sallallahu, por me bëha I gade e mutoll me fjalë për insan në urat e tij, kjo është rrezikshme që Allahu pastaj me dënu edhe në këtë formë. Qysh e ka dënu këtë person I cili refuzoi ato që tha Profeti sallallahu nga mendje madhësia. S'mojta me dorën e djallë. Po është të shëzët prej pasojave të refuzimit ose kundërshtimit Profeti sallallahu është edhe Allah na ruajtë hyrja në xhehenem. Hyrja në xhehenem. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Subhanallah. Krejt ummetim ka me hyrë në xhenet vetëm ai që s'don. Krejt ummetin ka me hyrë në xhenet vetëm ai që refuzon edhe s'don. Subhanallah, tani Rasulullah wa man ya'ba ya Rasulullah. E kush nuk don dhe kush është ai që refuzon? A ka dikush që refuzon në hyrë në xhenet? Ka dikush. Tha men ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani dakhala an-nar. Ai që më dëgjon, respekton mu hyn në xhenet dhe ai që më kundërshton në xhenem. Dhe kjo shtimi do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të tij, pra është rrezik që besimtari me çuhet në xhenem, këtë e ka tregu edhe Allah azza wa jall në një jetë kuranore disa jete ka folur për rrezikun e kundërshtimit pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe udhëzimit të tij në disa jete. Njëri prej tyre është kjo jetë ku ma yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ai që refuzon pejgamberin alayhi salam dhe udhën e besimtarëve. Ata thonë ja bëj çështë, atë diun e çysh ja bëj. S'po pëlqen kjo. Dhe ai që e kundërshton, e refuzon pejgamberin alayhi sallam dhe udhën min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Pasi që I është sharu, sepse diku do të ndoshta nuk e praktikon nga mazdia, ose refuzon ose kundërshton ndonjë udhëzim profetin nga mazdia. Ai nuk gjykohet me këto. Por Allah thotë ai që refuzon pasi I është sharu ati rruga e drejtë. I është bëhet qartë, çështë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështë po thot Kur'ani. Thotë unë e di ç'është ja bëj. Ose thotë është mirë po merr diçka tjetër për shkak të epshit të tij. Është më radh. Wa yattabi ghayra sabili al-mu'min dhe ndjek rrugën jo rrugën e muslimanëve, por që veprojnë muslimanët. Nuwallihi ma tawalla, ne e lëm le të vazhdojnë ato që e ka zgjedhur, wa nuslihi jahannama, dhe do ta fusim në xhehenem, do ta dënojmë në xhehenem musa'at masira. E sa vend I keq është në xhehenem. Allahu ta'ala. Po shumë kjo gjërat është si këshill
besimtarët këshillim e rëndësishme nga ky hadith, i rëndësishëm që kemi kujdes në raport me udhëzimet kuranore dhe profetike. Dhe të veprojnë që ka urdhëruar profeti alayhi salatu wassalam, që atë që na ka urdhëruar me kry sot kemi mundësi. Kurse atë që na ka ndalu, më largu prej saj në përgjithësi, mënyrë të vërtetë. Allah në zoft, në ashtu udhëzimin, në bërë për atyre të cilët e pasojnë pejgamberin tonë Muhammed alayhi salatu wassalam. Ecën në rrugës së tij, janë të kënaqur me udhëzimin e tij, e praktikojnë fenë dhe sunetin e tij, dhe ringjallën ditën e gjykimit të kroni i tij dhe meritojnë shefatin e tij, atë ditë ku njerëzit do të jenë në zor dhe kanë dëshirë me i përfshi shefati i Muhamedit sallallahu, kanë dëshirë me i përfshi udhëzimi i tij, atje pastaj me fitu. Dhe Muhamedi sallallahu i thotë, ejani, mirë po, thotë se disa persona me lagjën nuk i lojnë mu afru për shkak të kundërshtimit të tyre dhe ndryshimit të refuzimit që ata e kanë bërë ndaj sunetit e tij.